Ura e re e Bunës i është nënshtruar një rehabilitimi pas problemeve që ka shfaqur me stresat asfaltike. Ndërhyrja që po realizohet nga firma mirëmbajtjes po bën të mundur largimin e asfaltit të vjetër, i cili është dëmtuar, ndërsa pritet që brenda pak ditëve të bëhet e mundur edhe shtrimi i asfaltit të ri. Për pak ditësh ka nisur puna për restaurimin e urës së re të Bunës. Aktualisht po punohet për largimin e asfaltit vjetër, ndërsa ky investim që po realizohet nga Bashkia Shkodër pritet të ndihmojë në lëvizjen e automjeteve gjatë sezonit turistik. Ura e re e Bunës prej kohësh ka shfaqur probleme si shkak i dëmtimit, duke shkaktuar edhe largimin të shpeshta të drejtuesve të automjeteve, pasi amortizimi i saj ka krijuar probleme në lëvizjen e automjeteve. Ura e re e Bunës është një nyje lidhëse e pikës së kalimit kufitar të Muriçanit me qytetin e Shkodrës dhe pjesën tjetër të vendit. Gjatë verës, kjo urë ka një fluks të lartë lëvizjesh si shkak i sezonit turistik.